Lëri porosi Bank Tigri të gjej ndonjë apartament me qira. Rjeti bënco ballukun pas postimes të videos nga Zvicra. Video e zëvendës kryeministres dhe ministres e energjisë Belinda Balluku, ku shfaqet duke udhëtuar me tren nga Zyriu në Bern të Zvicrës, ka shkaktuar reagime në rrjetet sociale. Balluku duket e qeshur dhe e dashur, duke dashur të tregohet e shpenguar, sikur asgjë nuk ka ndodhur, teksa flet për projekte dhe investime hekurudhash në Shqipëri. Megjithatë, janë të shumtë ata që spakut ja kujtojnë në komente poshtë videos. Duke qenë në Zvicër, janë disa që i kujtojnë paraardhësin e saj Arben Ahmetaj që jeton në Arati në këtë vend pas procesit të hapur nga SPAK. Ja disa nga komentet. Ria ndej me tigrin dhe të mëson ai si të veprosh se ka eksperiencë ose ndryshe hajde këtu dhe shoqëro vremelin kundërshtari yt. E drejta vonon por nuk haron. Pa çfat në jetë, shkruan njëri prej tyre. Lëri porosi Bank Tigri të gjejë ndonjë apartament me qira ndej se do të duhet edhe ty me sa duket, shkruan një ndjekës. Pas ke shku edhe ti tek Ahmetaj, shkruan dikush tjetër. Mes komenteve të shumta që urojnë për punët e bëra dikush tjetër shkruan: nesër je ftuar në SPAK. Ke marrë vesh se çfarë ka gatuar SPAK-u për drektu në Shqipëri, ironizon një tjetër. Ka ndalë ca lajme në Shqipëri, a ke djeni? Volga e Durrës e kanë çuar SPAK-u në Bern. Hap syt andej, shkove të bësh vend andej, tako tigrin, shko shijoj milionat, e mbyll dikush tjetër. Vet Balluku nuk ka bërë ende asnjë koment për këtë çështje.